Përshëndetje nxënës të dashur, unë jam mësimdhënësja Gonxha e juve. Sot do të kemi një njësi mësimore për klaset e 7-ta. Njësia mësimore është për klaset e 7-ta dhe vazhdojmë me mësimin për rrethanorët. Pra unë punoj në shkollën fillore Bras Fumigjeni. Pra mësimin të cilin është siç e paralajmë rrova është për rrethanorët dhe është vazhdimi i mësimit të orës së kaluar, për shkak se atëherë i ligjëruam vetëm 3 lloje të rrethanorëve, kurse tash do të vazhdojmë me 3 lloje të tjerave që na kanë ngelur. Edhe një herë të bëjmë një përsëritje të shkurtër të rrethanorëve. Llojet e rrethanorëve. Shprehja e rrethanave në fjalimin e thjeshtë bëhet nëpërmjet rrethanorëve, me anë të ndajfoljeve të ndryshme, me emra, me ose pa parafjalë dhe me forma të pashtjelluara të foljes, me paskajore, përcjellore dhe pjesore. Ndërsa në fjalinë e përbërë me pjesët e nënrenditura rrethanore. Sipas rrethanës që tregojnë, rrethanorët marrin edhe emra. Për shembull, rrethanor vendi. Bujqit shkuan në fushë. Ku shkuan bujqit? Në fushë. Rrethanor kohe. Kam lindur në muajin prill. Pra në muajin prill. Kur kam lindur? Në muajin prill. Rrethanor mënyre. Fliste bukur. Pra si fliste? Bukur. Bukur është rrethanori i mënyrës. Rrethanor shkaku. Fytyra ju çel nga gëzimi. Nga gëzimi është rrethanori i shkakut. Tregon shkakun se për çfarë shkaku ja çelur fytyra. Rrethanor qëllimi. Kemi ardhur në shkollë për mësim. Për çfarë qëllimi kemi ardhur në shkollë? Për mësim. Rrethanor sasie. Flisnin shumë. Sa flisnin? Shumë. Pra të gjithë këto që janë të shenjuara me të kuqe, pra këtu në fushë është rrethanori i vendit. Në muajin prill është rrethanori i kohës. Rrethanori i mënyrës. Fliste bukur, si fliste bukur. Nga gëzimi, rrethanori i shkakut. Për mësim, rrethanori i qëllimit dhe shumë rrethanori i sasisë. Të gjithë këto janë 6 llojet e rrethanorëve. Mirë, sa për ilustrim, rrethanorin e vendit, rrethanorin e kohës dhe rrethanorin e shkakut i kemi ligjëruar në pjesën e parë, kurse sot do të vazhdojmë me 3 lloje të tjera të rrethanorëve që na kanë ngelur. Vazhdojmë pra, rrethanori i qëllimit. Lexoni fjalitë më poshtme dhe vërejini fjalët e shkruara me shkronja të kuqe, pra ç'të funksion kryejnë dhe me cilat pyetje mund t'i gjejmë ato. Agimi mbledh të holla për ekskursion. Puno për të mirën e popullit. Nëna punonte për djalin e vogël. Pra këto që janë të shenuara me ngjyrë të kuqe, pra këto janë rrethanorët e qëllimit. Pra, agimi mbledh të holla për ekskursion, pra për çfarë qëllimi mbledh të hollat ai? Për ekskursion. Për çfarë qëllimi ai punon? Për të mirën e popullit, pra. Nëna punonte për djalin e vogël. Cili ishte qëllimi i saj që punonte? Nëna, pra, ajo punonte pra për djalin e saj të vogël. Vazhdojmë. Fjalët pra e mësipërme tregojnë qëllimin e kryerjes së një veprimi dhe janë rrethanor qëllimi. Rrethanor qëllimi që gjymtyra që tregon qëllimin e kryerjes së një veprimi. U përgjigjet pyetjeve përse, me ç'qëllim, për çfarë qëllimi. Rrethanori i qëllimit shprehet me një ndajfolje pyetëse, përse, për shembull. Përse ke ardhur këtu? Me një emër ose me një grup emëror, me ose pa parafjalë. Ne kemi ardhur këtu për mësim. Do cili është qëllimi që kemi ardhur këtu? Për mësim, pra, me formë të pashtjelluar të paskajores. Ai shkoi në Amerikë për të specializuar në fushën e kompjuterave. Ja këtu në fund, të kuqe që është. Kjo pra është pra rrethanori i qëllimit, sepse tregon qëllimin se për çfarë qëllimi ai shkoi në Amerikë. Pra ai shkoi në Amerikë, qëllimi i tij vetëm ishte për të specializuar në fushën e kompjuterave. Kurse këtu ne kemi ardhur në shkollë për mësim, tu tregon qëllimin e ardhjes në shkollë, pra për pse vim ne në shkollë, pra për mësim. Vazhdojmë me rrethanorin e mënyrës. Të lexojmë fjalitë më poshtme dhe të vërejmë fjalët e shkruara me shkronja të kuqe. Ç'pjesë të ligjëratës ato janë dhe në cilën nga gjymtyrët kryesore plotësojnë ato. Drita recitoi vjershën për bukuri. Si e recitoi vjershën Drita? Pra për bukuri. Ne tregojmë mënyrën e recitimit të vjershës. Shiu binte pa pushim, pra si binte shiu? Pa pushim, pra mënyra e rënjes së shiut, pra është pa pushim. Nxënësit ishin rreshtuar 2 nga 2.
Pra, si ishin rreshtuar nxënësit, ata ishin rreshtuar 2 nga 2. Pra, është rrethanori i mënyrës. Imvëlla shkruan mirë. Si shkruan imvëlla? Mirë. Ajo fliste me buzëqeshje për gjëra serioze. Pra si fliste ajo? Ajo fliste me buzëqeshje. Të gjithë këto pra fjalët të cilet i kemi shënuar me të kuqe, për bukurinë, pa pushim, 2 nga 2, mirë dhe me buzëqeshje janë pra rrethanor të mënyrës. Fjalët e mësipërme tregojnë se në çfarë mënyrë krihet veprimi i shprehur kallëzuesit dhe janë pra rrethanor mënyre. Rrethanori i mënyrës u përgjigjet pyetjeve si, qysh, në çfarë mënyrë. Shprehja e rrethanës së mënyrës në fjalinë e thjeshtë bëhet nëpërmjet rrethanorit të mënyrës, i cili mund të jetë një ndajfolje mënyrë ose shprehje ndajfoljore. Për shembull, mirë, keq, ashtu, kështu, burërisht, me të mirë, me të keq, me mishe me shpirt, shpejt e shpejt, kështu me radhë. Ka edhe shumë të tjera, mirë po këto janë më kryesore që përdoren. Ai që punon mirë nuk i trembet punës, pra mirë është rrethanori i mënyrës. Një emër ose grup emëror me parafjalë, për shembull me, më, pas, sipas e të tjerë, për shembull, qeshi me lot. Si qeshi ai me lot? Nxënësit e dëgjonin mësuesin me gojë hapur. Si e dëgjonin ata nxënësit mësuesin? Pra, me gojë hapur. Një formë foljore e pashtjelluar zakonisht përcjellore, por edhe mohore. Ai shkonte duke kënduar. Pra si shkonte ai? Ai shkonte duke kënduar. Vazhdojmë me rrethanorin e sasisë. Pra ashtu siç thamë, kemi 6 llojet e rrethanorëve. Rrethanori i sasisë është i 6 me radhë dhe i fundit. Pra të lexojmë fjalët e mëposhtme dhe të vërejmë fjalët e shkruara me shkronjë të kuqe. Shkëmbtyr të fjalisë plotësojnë ato. Më tepër mendo e më pak bisedo. Pra sa të mendoj, tepër duhet të mendoj. Sa të bisedojmë, më pak të bisedojmë. Por kjo është edhe një fjalë e urtë që duhet të marrim pak më seriozisht dhe të mendojmë ashtu siç edhe thot në fjali. Pra më shumë të mendojmë, më tepër të mendojmë dhe më pak të bisedojmë. Vazhdojmë me fjalin tjetër. Sa do të punosh, aq do të kesh. Do thënë, sa duhet të punojmë, sa është rrethanori i sasisë, sa aq pra do të kemi. Sa do të punojmë, aq do të kemi. Sa dhe aq është rrethanori i sasisë. Miqt ishin të kënaqur shumë, pra sa ishin të kënaqur miqt shumë, nga bukuria e detit Adriatik, pra. Erdha 2 herë, pos të gjeta. 2 herë, pra është rrethanori i sasisë. Mirë po, nuk të gjeta. Agimi banon 200 metra larg shkollës. Pra 200 metra është rrethanori i sasisë. Pra sa është largësia ndërmjet shkollës dhe shtëpisë së tij, do të thënë është 200 metra. Dhe ky libër kushton 200 denar. Sa kushton ky libër? Ky libër kushton pra 200 denar. Pra ne deri tash kemi folur për 6 llojet e rrethanorëve, të cilët në mënyrë të saktë me shembuj të ndryshëm i kemi sqaruar me shkronja të kuqe, pra të gjithë llojet e rrethanorëve. Ky është pra rrethanori i sasisë, i cili ishte i fundit, ashtu siç thash edhe në fillim. 3 llojet e rrethanorëve i kemi treguar tek pjesa e parë dhe 3 llojet e tjera të rrethanorëve i kemi treguar tek pjesa e dytë, pra tek kjo. Fjalët e shkruara me shkronja të kuqe pra janë rrethanor sasie. Rrethanori sasisht është gjymtyr që tregon masën e veprimit të gjendjes, të kohës dhe të hapësirës. I përgjigjet pyetjes sa. Sasia mund të shprehet me një ndajfolje a shprehje ndajfoljore sasie. Shumë, pak, tepër, 2 herë, 3 herë e të tjerë. Mbrëm, Albania e vogël hëngri pak, përkundrazi Astriti hëngri sa për 4. Me një grup emëror të formuar nga një emër ose pa parafjalë që tregon një njësi matje, si për shembull metër, kilogram, litër, orë e të tjerë. Për shembull, bleva 2 kg rush. Në fjalinë e përbërë, rrethana e sasisë shprehet nëpërmjet një pjese të nënrenditur. Sa më shumë ngjiteshin, aq më shumë i afroheshin majës së malit. Pra, sa ato i afroheshin më shumë majës së malit, pra sa më shumë që ngjiteshin. Pra,
mësimi i sotshëm ishte kaq. Ju faleminderit për vëmendjen. Ditën e mirë.